E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak prajmin e natës së sotme. Analiza ime, në mënyrë të detajuar, ashtu si që analizova këtë televotim, këtë loj, këtë përballje mes Mateos edhe Stenaldos, ishte thjesht një duar trokitje e asaj që unë e kam folur gjatë gjithë kohës. Për mua ishte shumë e pritshme dhe ishte shumë okej të largoheshte Stenaldoja në këtë pikë të lojës. Tani, do të thoni pse thua Tiron okej? Sepse Mateo kishte një forcë më të madhe brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kishte marrëdhënien e tij me Brikenën dhe duke u bazuar në Big Brotherat e viteve të kaluara, marrëdhëniet e dashurive, marrëdhëniet emocionale, pasionet, ndjesitë kanë qenë gjithmonë të jetueshme, kanë qenë afatgjate dhe nuk do të ishte okej për produksionin në qoftë se sonte do të përfundonte rrugtimi Mateo dhe Brikena. Po të paktën Stenaldos t'i kishin bërë një dhuratë pak më të bukur të surprizave, t'i kishin sjellë edhe ndonjë familjar aty brenda që ta kujtonte si kujtimin e tij më të bukur të jetës. Stenaldo mendoj që për produksioni gjithmonë i dha të gjitha ngjyrat dhe dimensionet e tij. Dha çdo gjë që ai kishte për të dhënë për në këtë shtëpi dhe produksioni e mendoi, jo publiku, produksioni e mendoi që ta ndalon këtu rrugën Stenaldo. Por ju nëse më pyesni Tirona ka patur më shumë vota Stenaldo, me patjetër që jo. Sepse fanbase-i Mateos ka qenë më i gjerë, janë bërë bashk dy palfansa, ato të Brikenës, ato të Mateos, dhe puthja e dhënë sonte në shtëpi, Mateo në mbajti sa më gjatë. Tani le të analizojmë pak si erdhi ky eliminim i Stenaldos. Ju e dini shumë bukur që Rogerti ishte lider, dhe si lider, në fakt, të gjithë liderat të cilët kanë qenë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, nuk e kanë patur atë favorin dhe nuk i kanë patur këto favoret të cilat i kishte Rogerti ditën kur përzjodhi grupet brenda asaj shtëpie. Tani ne nuk kemi transparencë të dhomës së rrëfimit, ne nuk e dim se çfarë ndodhen aty brenda. Ne nuk e dim se si ndan vllau i madh grupet, ne nuk e dim se si bëhet marrëveshja. Kupton, ne shohim vetëm një pjesë të vogël, një pjesë që realisht është një mini informacion për ne. Dhe ne nuk e dim në qoftë se nga produksioni kanë thënë Rogerti që ti veje Malin dhe Stenaldon në një kombinim, që nesër ti të nxjerrësh në televotim. Pse sonte nuk ishte një televotim me përballje kokë më kokë nga lideri i cili u zgjodh Shëndriti? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Dhe normal, Rogerti, duke e ditur shumë mirë që Mateo nuk është banori që largohet, sepse Rogerti e ka thënë edhe brenda shtëpisë, shpeshherë ja ka vënë me dije Stenaldos që ti do të dalësh të martën, nuk do të del Mateo, sepse publiku ka qef të shikoj dashurinë, publiku ka qef të shikoj marrëdhënien, publiku ka qef të shikoj se si do vazhdojnë këto të dy. Nuk dëshiron publiku zgjuarsinë, nuk dëshiron publiku njeriu e lexuar. Dhe tani, domethënë, produksioni nëpërmjet Rogertit e kishte më të lehtë të bën këtë përballjen kokë më kokë dhe të largon Stenaldon nga shtëpia ku unë e dija shumë bukur që në këtë pikë të lojës, në këto ditë, le të themi parafundit, me patjetër që Stenaldo nuk do të kishte një bilet të kthimit. Do të thënë nuk mund të kthehen më tani banorët. Tani banorët vetëm dalin sepse afrohemi drejt finales. Nuk mundet në finale të jenë 10 banorë. Dhe për këtë pikën unë mendoj që Stenaldo ishte e ditur që do të dilte nga shtëpia Big Brotherit. Tani Mateo do të vazhdon, do të ketë një përballje jashtëzakonisht të madhe me Rogertin dhe me Mirin, sepse produksioni nuk mund t'i prish polet. Produksioni dëshiron që të krijon nxitje më të mëdha, dëshiron që të krijon luftë më të madhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit, jo të prishën dhe të shkatëron polet. Në qoftë se do të dilte Mateo, do të dilte edhe Brikena, me këtë do merreshte Rogerti. Me këtë do merreshte Miri. S'kishin me këtë meren. Tani kanë me këtë meren, kanë Mateon, kanë Brikenën, kanë dhe Selin. Është Miri, është Juela, është Rogerti. Dhe kemi 6 banor të cilët janë dominant brenda asaj shtëpie. Pyetja që më bëhet më së shumti është kjo: Tirana mendon që produksioni e fuqizon Mirin edhe Rogertin? Unë mendoj që po.
sepse po të mos e fuqizonte Rogertin dhe po të mos kishin interes nga loja e Rogertit, produksioni nuk do ta toleronte Rogertin, që Rogerti të lufton aty duke folë çdo fjalë, duke ju drejtuar në gjuhën më të ulët opinionistëve, edhe të qëndron akoma brenda në shtëpi. Por pyetja më e madhe është kjo. Po Mirin, me patjetër që dhe Mirin, biles Mirin është duke suportuar pak më shumë. Mirin është duke ndihmuar pak më shumë, sepse tani këtu ka dhe një sekret tjetër që unë në fakt po e studioj çdo ditë. Mosvall produksioni është duke e përdorur Rogertin dhe Rogertin nuk e di këtë gjën, do me thëmë po e denigron veten sepse Rogerti thotë unë jam duke dhënë show, nga që Rogerti është rritur në Londër. Rogerti nuk e di që në shoqërinë shqiptare po paragjykohet në maksimum dhe nuk po duar trokitet fare sepse ka përzgjedhur një show të shëmtuar, një show që ne nuk duam ta shikojmë. Tani, Mosvall produksioni po e përdor Rogertin siç përdori Stenaldon dhe nesër do ta nxjerrë Rogertin në finale dhe fitoren do t'ja jep çmimit. Mirit, më falni, unë mendoj që është duke u luajtur kjo strategji, sepse Miri sonte mori imunitetin e mori për të dalë Nikol, sepse nuk del Edisa të qëndroi dhe një javë, të shtunën nga shtëpia Big Brotherit largohet Nikola e dhama atë çka kishte për të dhënë, mori atë çka kishte për të marrë, tani të shtunën bëj valixhet dhe të del, sepse kështu shkon radhitja e daljeve. I ka menduar jashtëzakonisht mirë, i ka studiuar mirë dhe tani është gati për të nisur këtë rrugtimin tjetër. Por që Miri suportohet shumë, këtë asgjë e diskutoj, që Rogerti suportohet shumë, këtë asgjë e diskutoj, se po të mos suportoheshte Rogerti, po të mos duar trokiteshte Rogerti nga produksioni, Rogerti nuk do të kishte fuqinë për të ofenduar dhe për të denigruar të gjithë banorët e asaj shtëpie, këtu përfshirë edhe opinionistët. Realisht mua më vjen shumë keq për Stenaldo, sepse unë pretendoja që Stenaldo të ishte fitues, por që në momentin kur e ndjeva se produksioni është duke bërë lojra të këtilla, në fakt hyra në dyshime që Stenaldo mund ta merrte këtë lojë, që Stenaldo mund të ishte fituesi i këtij Big Brotherit dhe mendja ime asocioi direkte te kjo që unë jam duke tani e komentuar. Do të thënë unë e dija që loja do të rrjedh në këtë formë, unë kam thënë, do të thënë kam qenë i vetmi që kam thënë që Stenaldo do të mbyll lojën në këtë pikë të lojës dhe nuk do të ketë më vazhdim më tej. Tani në një video tjetër unë do të flas për marrëdhënien e Brikenës dhe Mateos, por doja të bëj një përmbledhje sepse më duket një lojë e padrejtë, me thënë drejtën, sepse e shoh që fuqizohen banorë të tjerë, ndërsa mundohen që të rrezohen dhe të shtypen me këmbë në tokë banorë të cilët vërtet publiku i do dhe i suporton. Tani ato duan të tregojnë anën e mirë të Mirit, anën e mirë të Stenaldos, edhe pse unë them që Miri është djalë shumë i mirë, është djalë fantastik, por nuk diti që të luajë. Duhet marrë mendimin tuaj.